Para 8 muajsh u përhap lajmi se 16 vjeçaria Rebeka Rexhepi nga Prishtina vuan nga kanceri. U bën solidari madh dhe i vogël si dhe institucionet e Kosovës për shpëtuar jetën e Rebekës. Dhe ja pas 6 muajsh të luftes me kancerin në lincë të Austrisë, ajo mundi këtë smundje dhe u kthye shëndoshë mirë në Prishtinë. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, përveç familjarëve, kishin dalë ta presin edhe shoqe të Rebekës. Shumë mirë pendjej veten, jam e lumtur që jam afër familjes së shoqërisë përsëri. Do tash ndihesh mirë, nuk ke problem? Shumë mirë. E ke luftuar me sukses çdo? Po, normal. Nëna e Rebekës e emocionuar thot se e fituan këtë betejë fal popullit dhe institucioneve të Kosovës. Ajo i falenderoi të gjithë ata që 8 muaj qëndruan afër saj dhe suksesi i përgjithshëm është shëndeti i Rebekës. Ajo ka thënë se kanceri nuk është lojë dhe që nuk duhet mashtruar. Rebeka fitoren e saj ja ka kushtu fëmijëve tjerë që po bëjnë të njëjtën betejë. Kurse unë ja kushtoj fitoren time shumë femnave shqiptare, të cilat betejat e këtilla i luftojnë heshtje. As nuk e dim që po i bëjnë betejat e këtilla. E sidomos atyre të cilat bëjnë betejën, e fitojnë edhe nuk lejojnë nënat e veta me marrë vesh për mos me u mërzit. Vajza e kreatorit së modës Geraldina Pufja Rexhepi e Rebeka është bërë njohur megjithëse fal gjendjes së saj shëndetësore. Rasti i Rebekës simpatike ka prekur zemrat e të gjithë njerëzve, të cilët janë solidarizuar me të, por shokët e shoqet e saj e pritën me lot në sy. Qëllimi jonë u realizu, puna jonë që e kena butën këta muj, ma në fund u shpërbly, po shihet edhe gëzimi jonë, mas shumë dja ka vlej që e kena gëzu prindin e Rebekës, vetë Rebekën, po e na gëzu edhe krejtna. E shlirume, s'kom qësh mundi tjetër, që e kena prit kejtë. Për ta pritur Rebekën në aeroportin e Prishtinës kishte ardhur nga Austria humanisja e shoqatës për fëmijë nga Linci, Fatime Blakaj. Aja thot se në kontaktin me mjekun e Rebekës ajo është shëruar plotësisht. Për mu do më thonë shumë, jam shumë e lumtur, kom pas kënaqësinë të njoftoj Geraldinën dhe Rebekën që më kanë lënë brez të madhe, me thonë drejtën. Jam e lumtur që Rebeka më në fund të kthy e shnosh pas një qelizë tumorit. Gjatë trajtimit 6 muajor në një qendër spitalore të Lincit të Austrisë, Rebeka reflekton pozitivisht dhe tregon se është vajzë e fortë duke luftuar kancerin nga dita e parë. Aktivistë të shoqërisë civile e vullnetarë të ndryshëm janë angazhuar në të gjitha qytetet e Kosovës të mbledhin ndihma që Rebeka të shërohet jashtë vendit dhe të kthehet shëndoshë mirë siç ndodhi.